E dini kush ma shpif më shumë në këtë vend? Ma shpifin këta persekutorët e djeshëm, këta enveristët e djeshëm, këta bolshevikët që kanë qenë për posta drejtuese, një gjyktar, prokuror, oficera, madhor, ku ta diun pra në të gjithë administratën e regjimit komunist. Këta sot dalin dhe t'i japin mendje në se si do të jetë demokracia. Pastaj në një televizion tjetër glorifikojnë regjimin komunist. Pra këta persekutor të djeshëm, persekutor në kuptimin e plot të fjalës, këta ish gjyqtar të regjimit komunist që kanë futur në burg dhe kanë dënuar njerëz të pafajshëm, kanë internuar familjet e tyre me dhjetra me qindra familje, sot pa pikën e ndjenjës së fajit të dalin dhe të bëjnë moral. Pra e kuptoni ku ka arritur niveli i kësaj shoqërie, sepse kjo ndodh, sepse viktimat rrini shikojnë ata fundurina në televizor dhe askush për tyre nuk flet. Këta fundurina që kanë qenë gjyqtar, kanë dhënë vendime, kanë qenë prokuror, kanë arrestuar njerëz pa drejtësisht, i kanë dënuar, i kanë hetuar dhe i kanë çuar në gjykat dhe i kanë dënuar përsëri këta gjyqtar pa prova, ose me prova të rreme, ose me dëshmitar të rrem. Dhe këta sot dalin dhe bëjnë moral. Pale kur mburrin dhe kohën e komunizmit, këta fundurina që kanë kthyer e shkatërruan këtë shoqëri, këta fundurina pa pikën e turpit, sot dalin dhe glorifikojnë të kaluarën komuniste. Kjo është për të ardhur keq në këtë vend. Është turp i madh sot. Është turp i madh që kjo shoqëri e gjithë dëgjon këta në media. Dëgjon këta në për podcaste. Kjo është. Prandaj nuk bëhet shoqëria jonë, do të shoqëri demokratike, sepse në të gjitha vendet e lindjes këta lloj fytyrash të ndyra që dalin bëjnë analizën e demokracisë dhe glorifikojnë komunizmin, këta fundurina dalin sot dhe qytetarët të rrinë dhe shikojnë. Ku mund të ndodhe kjo? Në çfarë vendit të lindjes mund të ndodhe kjo që ata persekutorët e djeshëm që kishin mbatur peng njerëzit dhe kishin mohur atyre lirin, të dilnin të jepnin dhe të glorifikonin komunizmin përsëri. Këta. Ja kjo është shoqëria jonë. Prandaj unë nuk kam pikën e respektit dhe ju them dhe vazhdoj të them që ju jeni skllëvër dhe keni për të mbetur skllëvër, sepse ju padronët tuaj që ju kanë skllavoruar i shikonin media dhe ju bënin dhe status dhe ju bënin dhe komente. Prandaj jeni popull fundurin. Jeni popull që meritoni skllavërinë dhe meritoni më keq nga Edi Rama. Dakor të? Ja kjo është. Çfarë tu themi më? Ku ndodh kjo? Në çfarë vendi të lindjes ndodh kjo? Që ish gjyqtar që kanë futur njerëzit në burg dalin japin leksione në media. Ja kjo është. Dhe çka ka ndodhur? Isha në Gjermani para ca muajsh dhe pyeta aty, çfarë ndodhi me ish gjyqtarët, prokurorët e Gjermanisë lindore kur u bashkua Gjermania. Dhe di çfarë kishin bërë gjermanët? Gjermanët u kishin thënë këtyre prokurorëve dhe gjyqtarëve që ishin formuar në regjimin komunist, u kishin thënë që nëse ju doni të vazhdoni të qëndroni pjesë e drejtësisë, ju do të rifilloni shkollën nga para, sepse formimi juaj nuk ka qenë formim në pikpamjen e të drejtës dhe lirive të njeriut. Ka qenë formim komunist. Ka qenë formim akuzator, represiv, persekucioni. Jo, këtu tek ne nuk ndodhi kjo, sepse gjyqtarët, shumë prej tyre, sepse shumë u larguan në 92-shin, të tjerët qëndruan në sistem, ndërsa të tjerët u bën avokat dhe vazhdojnë tani glorifikojnë kohën e komunizmit. Ne kjo është. Prandaj ma shpif kjo histori këtu. Edhe ju shkruajnë poshtë, bëjnë dhe status e poshtë. Edhe ju thonë bravo ti, se glorifikon komunizmin. Glorifikon kohën e komunizmit ku ti persekutoje dhe internoje dhe familjet. Mirë që dënoja të binë e botës,
pa prova, pa fakte, po internoi edhe familjen. I shkatërroi totalisht. Dhe sot dalin japin mendje këta dhe flasin aty dhe bullizojnë aty këta ish persekutor, këta fundurina. Dakor? Ja, kjo është ajo që duhet merret shoqëria. Ca mbeturinat komunizmit që dalin nëpër media sot. Këta janë. Hajde veru pafshim.